Urdhro se pate ndërhyrje nga jashtë, urdhro. Pa dyshim që dy avokatët në aspekt profesional të sqaruan shumë mirë, sidomos procedurat penale, sepse unë nuk jam jurist dhe sigurisht që çaloj në çështën e fjalë, po ajo që duhet përmend dy elemente të rëndësishme, sidomos në këtë rast me Bedresh Shabanin. Partneri i tij, i cili ka shtetase ruse, bashkëshorte e tij, ka pas një biznes të organizimit të rrjetit televiziv. Për cilin partner e keni fjalë? Për cilin partner e keni fjalë? Njëri nga partnerët për cilin nuk mund të themi nuk është i arrestuar, akoma, por për cilin Agjencia e Kosovës për Inteligjencë ka dhe partner, ka dhe bashkëpunëtor tjerë, Shabani, ka dhe vetëm ta jep detaj. Është një vendas. Në lidhje me këtë çështje. Po thuaja se nga se thu i ndihmon prokuroria se bën vaki nuk e din kush është, edhe sipas nenit 83 kodit procedurës penale prokuroria me thonjën tonë mundet me u hidh në veprim. Po shkallëzim po penal publik. Agjencia e Kosovës për Inteligencë prokurorisë ndihmon. Dëgjoni, ju lutem. Agjencia e Kosovës për Inteligencë ka pranuar në kohë reale një raport informativ ku njëri nga vendasit i cili ka qenë edhe ortak biznesi me Bedresh Shabanin, të cilët kanë shtri sistemin e internetit në komunën e Shtrepcës dhe sistemin kabllor televiziv në atë kohë, është shtetas i Republikës Kosovës, në fakt nuk ka pasaport Kosovës të Republikës Kosovës, kishte vetëm atë para luftës, ka jetuar dhe vepruar në fshatin e 1 me Bedresh Shabanin. A është serb apo shqiptar? Shqiptar. Është shqiptar, bashkëshortja e tij është ruse, nuk duhet ta dëmtoj sepse ndoshta dhe besoj që është duke u trajtuar dhe i njëjti, këtë duhet dalë, i njëjti pas këtyre veprimeve duket që nuk apo para se të ndodhë arrestimi nuk duket se ka ardhur